zonja kryetare e Kuvendit, të nderuar deputete dhe deputet, shkëlqësi ambasador, zonja dhe zotri, miq dhe të ftuar, të dashur qytetarë dhe qytetarë shqiptar. Para së gjithash, dëshoj të përshëndes ju, të nderuar deputete dhe deputet të Kuvendit të Shqipërisë, që uroj suksesen misionin tuaj fisnik të ndërtimit të infrastrukturës ligjore të Shqipërisë Europiane, të përshëndes me mirënjohje të thellë respekt të madh, zgjedhësit tuaj dhe të gjithë zgjedhësit shqiptar, që me votën e tyre i dhanë parlamentit të vendit përfaqësues të vetë të shkëlqyer në lartësinë e integritetit, dinjitetit, aftësive që ai meriton. Por unë gjithashtu nga ky tempull duhet përulem me nderim të madh para të gjithë qytetarëve shqiptar që me 28 qershor u ftuan nga pozita dhe opozita të votojnë ndryshimin, dhe ato në një mençuri olimpike midis ndryshimit të pushtetit dhe ndryshimit të Shqipërisë, votuan për mazhorancën dhe vazhdimin e ndryshimit të Shqipërisë, vendosen besimin e tyre mbi projektin e Shqipërisë që po ndryshon, projektin e Shqipërisë Europiane si projektin më të mirë për realizimin e ëndrrës së tyre të bukur, Shqipëria si Europa, ëndrrës së integrimit në Bashkimin Evropian. Unë garantoj ata se kryefjala e kësaj qeverie dhe këtij programi do të jetë ndryshimi që ata mirëpresin dhe për të cilin ata kanë votuar. Zonja dhe zotri, Shqipëria erdhi në zgjedhjet e 28 qershorit si vendi problematik me zgjedhjet e lira, kështu që me 28 qershor në Shqipëri nuk ishim në provë vetëm ne, partit, liderët apo programet. Para së gjithash në provë ishte liria e shqiptarëve, demokracia e tyre, ishte qëndrimi ynë ndaj lirisë, ndaj dinjitetit ton qytetar, dinjitetit kombëtar. 4 vjet më parë jam betuar në këtë sallë se qeveria ime do bëjë çdo gjë. Qytetarë shqiptar të shprehin lirisht vullnetin e tyre. Sot, pas 4 vjetësh, me 28 qershor në Shqipëri, vendin antar të NATO-s, fitoi liria, demokracia, mbi trysnin, mbashtrimin, falsifikimin dhe manipulimin. Miku i madh i kombit shqiptar, presidenti francez Nicolas Sarkozy, do të vlerësonte këto zgjedhje si fitore të demokracisë. Zgjedhjet në Shqipëri do të deklaronte zëdhënësi OSBE Odirit, plotësuan angazhimet kryesore të OSBE-s dhe se vlerësimi i përgjithshëm për këto zgjedhje është pozitiv. Zgjedhjet e 28 qershorit nuk ishin të përsosura, as dhe pa probleme, por ato hyrën në historinë e lirisë dhe demokracisë së këtij vendi si zgjedhjet e para në të cilat opozita zgjodhi vetë sistemin zgjedhor, si zgjedhjet e para që u realizuan me teknologjinë digjitale më të lartë dhe në të cilat çdo votë e shqiptarit u numërua, u fotografua, u filmua dhe çdo mandat i deputetëve të këtij parlamenti ka votën e 7 komisionerëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në këto ishin zgjedhjet për të cilat arbitri ndërkombëtar u shpreh se nuk pati prova për parregullsinë në numërimin e votave as dhe manipulimin e rezultateve. Një mirënjohje të thellun duhet ju shpreh vëzhguesve të OSBE Odirit, Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës dhe të NATO-s për raportin objektiv që ata kanë lëshuar, vendeve mike që dërguan vëzhguesit në këto zgjedhje në Shqipëri, dhe t'i siguroj këtu para jush dhe në emër tuaj se vërejtjet, sugjerimet, rekomandimet e tyre dhe reforma zgjedhore më tejshme do t'jenë përparësi e programit të qeverisë sonë dhe se në projektin e Shqipërisë Europiane ato përbëjnë një përparësi madhore. Ftoj opozitën shqiptare të zërë vendet në parlament dhe garantoj atë se si kundër deri sot do të ketë rol kryesor dhe transishëm
në reformën zgjedhore do ketë rol të rëndësishëm në reformat për integrim në vendit. Le t'i trajtojmë së bashku këtu në parlament të gjitha rekomandimet e OSBE-ODIHR-it për të përsosur më tej procesin ton zgjedhor. Por zgjedhjet e 28 qershorit janë historike, sepse në këto zgjedhje sovrani me votë e tij të lirë përcaktoi zgjerimin e spektrit qeverisës të vendit, Aleancën Integruese të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, Parti Demokratike, Lëvizje Socialiste për Integrim, aleancë kjo që do shtrojë në realitet ëndrrën europiane të shqiptarëve, duke përshëndetur përzemërsisht në këtë rast, votues të Lëvizjes Socialiste për Integrim duhet të sigurojë se në programin e kësaj qeverie do të kenë të mishruar tërësisht programin për të cilin ata kanë votuar në datën 28 qershor. Zonja dhe zotëri deputet, ky mandat nis pasi ne me reformat thellë të gjithanshme ja dolëm të shtrojmë në realitet ëndrrën e madhe euroatlantiste të kombit ton, të antarësojmë Shqipërisë në NATO, firmosim dhe ratifikojmë marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe të paraqesim kërkesën për vend antar në Bashkimin Evropian, si dhe kërkesën për heqjen e vizave. Ne nisim të mandat pas një lufte të suksesshme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, reformave të thella ekonomike, privatizimeve të mëdha të suksesshme, rritjes së shpejtë ekonomike, revolucionit të thellë fiskal dhe pothuaj dyfishimit të ardhrave, rritjes me 60% të rrogës mesatare të administratës publike, dyfishimit të rrogave dhe pensioneve të ulta, dhe pasi Shqipëria është ndruar në një ndër vendet më tërheqëse për investimet e huaja. Nisim mandatin e dytë ndërkohë që ekonomia shqiptare rezistoi më mirë se të gjitha ekonomitë e tjera krizës së rëndë ekonomike dhe financiare europiane dhe botërore. Nisim mandatin e ri në një kohë kur vendi është bërë një nga drejtimet turistike më të kërkuara të rajonit dhe më gjerë. Por, rrethanat të cilin nisim qeverisën e re, vërtet janë 4 apo 8 herë më të favorshme se 4 vite më parë. Mirë po projekti që duhet zbatohet në 4 vitet që vinë është shumë kompleks, më i vështirë se të gjitha ato që kemi realizuar deri sot. Shqipëria europiane nuk është një bulevard i shtruar për ne, por projekti më madhor, më ambicioz, më kompleks, më i vështirë, që ky vend ka ndërmarrë në tërë historinë e tij dhe që duhet bazohet kryekfut në performancën e demokracisë shqiptare dhe ekonomisë tregut të këtij vendi, si interesi më i mirë i qytetarëve shqiptar. Shqipëria europiane është një ëndër e bukur kombëtare e shqiptarëve që në linjën e tyre, por shtrimi i saj në realitet është një universitet reformash, ligjesh, vendimesh, veprash publike, ndryshimesh me të cilat ne duhet t'u garantojmë qytetarëve shqiptar standardet, të drejtat, normat, praktikat e qytetarëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Zonja dhe zotëri, liria është dhe mbetet pasioni ynë. Liria dhe vlerat e saj janë themelet e Shqipërisë europiane. Shqipëria europiane është parazgjithash vendi i lirive dhe drejtave të garantuara, i shteti ligjor dhe institucionet demokratike të pavarura, pra vendi i demokracisë funksionale. Lirit dhe drejtat e individëve dhe minoritarëve do të njohin gjatë këtij mandati respektin dhe zgjerimin më të madh. Minoritetet që sot janë përfaqësuar më mirë se më parë në këtë parlament do gëzojnë të gjitha lirit dhe drejtat e garantuara nga dokumentat ndërkombëtare që ka firmosur Shqipëria. Në një vëmendje të përqendruar, qeveria do dëshmojnë për komunitetet rom dhe egyptian. Antarësimi i vendit në dekadën e romëve dhe egyptianëve dëshmon vullnetin ton për të fokusuar për një fokusim gjithnjë më të madh për strehimin, punësimin dhe shkollimin e antarëve të këtyre komuniteteve. Respektimi i plotë i lirisë mendimit, mediave është dhe mbetet qëndrimi ynë konstant. Shqipëria europiane do të jetë sërish vendi standardeve unike në Europë, ku nuk ekzistojnë dhe nuk do të ekzistojnë padi penale apo civile ndaj gazetarëve